Si gjithmonë edhe këtë herë. Episodi i ri, mirë se na erdhën. Mirë se na erdhën gjithë ju sklever të suksesit të marketingut. Këtu Els designeri me Gjergj copywriting, art director, drejtor, zotëri, drejtor. Qa lafish, tu do të thotë. Qa ke pas në i gjenë mëndi që do me shpërnda me gjithë shikuesit? Në i gjenë të ka ngel këto ditë? Mu kujtua kjo. Mu kujtua në historitë e mia të fillimit se po flisja me një gjysmë prospect. Edhe mu kujtua kjo my origin story, kot fare. Që pse kur fillova unë punë në advertising, ishim disa veta, domethënë, ishim fillestarë, si të thush, me edhe tonën, edhe prapë unë isha një hap para, si me thonë, nga me të tjerëve në ide, ose duke sikur kisha një super talent, ose nuk e di se çfarë, domethënë. Në të vërtet kjo ishte vetëm mira orët që kisha kaluar unë duke parë reklama ke Italiani për vite me radhë. Ja, diku që në 91-shin, domethënë që kur hapën kanalet italiane, edhe unë shikoj ato reklamat i Majgjepsër kështu nga mënyra se si ndërtonin historinë për aq shkurtër, aq shpejt, aq fort, e shisnin produktin, domethënë kishin futur edhe atë gjën që të shisnin mrena. Jo se unë arrija ta analizoja që sjep sa bukur kanë futur ta për 30 sekonda, po prap bën atë punën e vet në ndërgjegje. Historia dhe kjo the content. So, mirë po, unë se ndroja kur kanalin kur kishte reklama, shikoja kështu si Majgjepsur, tani llogariti të paktën 2 herë. Edhe unë i kam pa ato reklama, po edhe unë se kam pas ndru, se unë prisja Dragon Ball e prisja këto karton. Jo, unë nuk e ndroja se isha interesuar të shifja këtë, domethënë historinë e çfarë ndodhte në për reklama, si zhvilloi, ai twisti pëlqente jashtë mase, këto mënyra se si ndërtonin fjalitë dhe këto sloganet edhe këto gjërat fundfare ishin shumë, për mua ishin Majgjepse fare, ishin shumë i dhënë mbas shkrimit, thonjza, po nuk e dija. Dhe i bindur domethënë që në këto 18 vjet unë kisha konsumuar diku ke 10 mira reklama. Edhe më kujtua ajo ideja që unë isha po ato 10.000 orët e famshme të eksperiencës në një zanat me studim. Fix. Të se po futemi në temë tani direkte. Po. Edhe e cila është? Thashë duhet ta diskutojmë të 10.000 orëshin për të marrë dorë të fatalloj zanati. 10.000 orëshin. A thuti dikush i mat fikso orët edhe kap 10-shen e thot 10.000 orë gjatë, 10.000 orë. O shumë. Ja, llogaritë kështu për shemb. Vetë universitetin ja 3 vjet shkollë, janë 200 ditë në vit që ti harxhon ti ku ke 8 deri në 10 orë, po themi ta që janë të mirët në ditë studim, shkollë, e poshtë. Bën direkt në 10.000 orë, po. Deri në 10 orë, po se 4-5 orë je në fakultet. Ja do lexosh edhe vetë një 3 orë, po ja fus kot. Po i marr këta më të sjellshmit. Dhe bërë si mua mbet në kafe një orë. Po. Edhe të më thonë që i bën pra ato tematik, kur bën ato tematik quhet. Po, quhet që rrafja e bendimit prapë sjell ti ti provoj punën, thonë se ti duke u marrë me ato the skill, duke shtjelluar. Sa orë i bëm në javë, se janë 52 në javë në vit. Vetëm anëzir pak javën. Po ja i bie domethënë këta në shkollë 200 ditë, besoj, nuk kanë shkuar. Kështu që i bie ja domethënë me 10 orë, 2.000 orë në vit, domethënë teori. Ty ishin e bonë në vit në shkollë. Kështu që i bie domethënë 2.000 4 gjimnaz, apo do marrim nga universiteti, 4 gjimnaz. Kanë bën 8, u bën 8.000. Është i përgjithshëm. Çka kanë ngel edhe një vit tjetër. Se gjithë që më na shikojnë edhe mund të jenë në shkollë, mjafton të kesh bërë atë 4 vite dhe një vit universitet dhe mund t'ikni, se i bët 10. Ama po të keni fol vetëm për të njëjtën gjë për herë. Për shembull, për sportin.
Për Interin, për shembull, po ke fol për atë, 4 vjet Jo. në gjimnaz, kanë ngel një vit në universitet, u bën 10.000 euro. Është një libër i bukur që unë e dija që ka qenë zanafilla e gjithë kësaj gjëje, që është i Malcolm Gladwell, Outliers. Pra çfarë i bën ta njerëz super njerëz dhe super të talentuar, që 10.000 euro nuk është se kanë të bëjnë shumë me talentin. Po, ky libër ka marrë epizode ndryshme case study, themin e të marketingut, për njerëz të ndryshëm që kanë arritur atë pikë dhe mbas asaj pike kanë qenë në një moment që kanë marrë famë në atë lloj sektorja, në arta, në profesiona. Dhe ky libër e shpjegonte në bazë të volumit të orëve praktikës. Po pastaj ky libër e kishte marrë një studim që ishte bërë nga një Judge Erickson më përpara, i cili ky libër pastaj e ndjek atë lloj studimi, por në ca gjëra janë ndryshe. Gjithsesi, sot ma kishte qefi me fol për 10.000 orë tona. Dhe kur vjen puna te 10.000 orë tona, dua të them që vlen orët që ke shpenzuar, vlen energjia që ke shpenzuar, vlen leku që ke shpenzuar, pra të gjithë resurset tua të limitueshme, të paktën, por sigurisht që ka të bëjë edhe me sa risk merr, të paktën në atë që mendoj unë. Kur vjen puna te 10.000 orë, nuk e di ti si e mendon. Pra unë e mendoj tek risku që merr, investimet që bën, sepse unë ato 10.000 orë ose çfarë do lloj ore e quaj si një investim në tregun e stoqeve. Pra ti mund të bësh një investim të sigurt, por mund të bësh edhe një investim me risk. Nëse bën një investim me risk, ato investime mund të ikin kot, por sa mund dalin dhe plot. Dhe ato që dalin plot, mbulojnë ato që ikin kot. Si mund ta shpjegoj unë temën mirë? Se kjo puna e krahasimit me stokun është gjë e parë që ka ardhur në mendje kur po mendoja si mund ta krahasoja këtë muhabet. Kjo është si research and development, që është 20% që harxohen 20% të buxhetit firmës që harxohen kohë për bërë research, edhe për të bërë zhvillim produktesh, dorëve të mira, edhe dorëve, domthonë futja kot. E keqja këtyre 10.000 orëve është që në varësi të sa ai e ka për libri flet për procese specifike. Edhe kjo teoria e këtij domethënë ky që e popularizoi, sepse eksperimenti është që kur ti bën 10.000 orë, janë orët në një futet aty brenda edhe këto proceset që janë kështu të përsëritshme, a kupton që ti bën po të njëjtën gjë. Edhe puna është që aty mbaron, ja morë dorën proceset maksimumin tënd fizik çfarë mund të arrish, se edhe procesi kreativ është proces fizik deri në një farë pike. Do të thonë që ti ke një maksimum kreativiteti që mund të arrish, dhe pastaj si do e bësh që ta kapërcesh veten mbasi ke arritur të mjeshtërinë maksimale të këtyre 10.000 orëve. Si e kapërcen veten? Ai investimi që thua ti është në çik është must. Domethënë dhe kjo është ajo që do të kuptojmë neve në fund ditës në lidhje me sa të aftë jemi për të bërë diçka. Çfarë do lloj procesi tjetër në dukje i parëndësishëm për atë që bëjmë neve, the main thing, zanatin ton, do s'do ndikon. Është si për shembull, nëse ne punojmë marketing dhe përpiqemi të bindim të tjerët që dëgjojnë se neve jemi të mirë dhe mund të ndihmojmë ty që të shesësh më shumë edhe të krijosh një brand. Përvoja jonë e përditshme në rritjen e fëmijëve tan ndikon në aftësinë tonë të shitjes edhe të bindjes persuasion. Po fut shumë nga këto orë dhe pa arrin atë 10.000 shumë shpejt ndodh. Edhe para një 10.000 tjetër. Se është edhe koha e arritjes të 10.000-s, koha e arritjes, ëh? Domethënë kur e plotson atë, se i bie ta plotson me 24 orë në ditë. Se edhe kur flëm, domethënë kemi na punon. Dhe ishte ideale e hequr gjumin. Është një shembull i
i jashtëzakonshëm i kësaj riskut që thua ti është që bletët kanë në koloninë e bletëve, në çdo koloni bletësh, në çdo koshere bletësh, është një pjesë prej tyre që nuk shkojnë kur atje ku ka ushqim, që e di kosherja që ka ushqim filan vend. Ato marrin rrugën edhe ikin kështu futja kot tutje të hu, dhe eksperimentojnë itinerare të tjera për të parë se ku ka ushqim tjetër. Dhe ato nuk sjellin kur ushqim në koshere. Qëllimi i tyre nuk është të dalin dhe të sjellin. Qëllimi i tyre është thjesht të dalin edhe të kërkojnë lart e poshtë se ku ka vende të tjera për ushqim dhe kur gjejnë vinë dhe tregojnë të tjerave që shikoni se me atë kërcimin e bletëve të famshëm, po. Që shiko se do thonë edhe një organizëm i tillë kishte këtë humbjen e investimin. Edhe bletët e kishin domethënë një sistem të tillë pune që do të harxojmë diçka me riskun që do na dalë i bluff. Tani tek 10.000 orë ti nuk mund ta dish kurrë se çfarë, po të paktën mos ngelesh në atë dëshpërimi që miku kot ky 1.000 orë që harxova për të mësuar Corel Draw për shemb, fuje kot. Sepse tani me Canva mund të Po aty është edhe bukura e këtyre orëve. Aty është sepse duhet të jesh në i vetëdijshëm që ca orë do shkojnë kot. Jo se do shkojnë kot në një gjë që e bën me qef. Do shkojnë kot orë që ke pasur dhimbje, ke shpenzuar shumë energji, madje ke shpenzuar edhe lekë sipër. Kupton? Duhet të jesh i vetëdijshëm që ca orë do shkojnë kot. Dhe kjo nuk do thotë që hajde të kërkojmë për mënyrën se si të harxojmë kohën kot. Por janë risje, se këtu hyn risku. Pra, mund të kemi mësuar gjëra që nuk kanë qenë aq të sigurta në rritjen e aftësive tona në një drejtim, por pastaj ca nuk kanë dalë, po ca kanë dalë aq shumë sa kur është kërkuar dikush për një gjë të tillë, ti ke ngritur dorën, asnjëri s'e ka ngritur dorën. Kupton? Dhe pse ka ndodhur kjo? Sepse e ke marrë parasysh riskun. Dhe unë këtu e ndaj edhe pjesën e eksperiencës, sepse shumë kohë më përpara edhe unë, kur dëgjoja kaq vite, thoja, këto pas kanë qenë ekspert fare, 5 vjet, 6 vjet, 7 vjet, vetëm do mësosh nga këta njerëz. Por në fakt nuk ishte vërtet. Dhe sidomos në Shqipëri, ke shumë njerëz që bëjnë të njëjtin vit 10 herë rresht, për shembull. Ose i njëjti vit 5 herë rresht, 6 herë rresht, që është shkatrim investimi kohë, domethënë është mënyra e investimit kohës është më e keqe. Kur bën të njëjtën gjë për herë, jo sepse mund të jetë edhe dikush se tash më bëj avokat në djalit, mund të jetë dikush që thotë, "Ok, por Bruce Lee thotë ai që bën të njëjtin shkelm 1000 herë." Kupton? E perfeksionon atë pjesë. Atje kanë frikën, po. E ke perfeksionon atë pjesë, atje kanë frikën. Jo aty që bën 10 shkelma ndryshëm, ja mëson atë teknik, po atë një. Problemi është se është një botë ideale kjo, që ai një shkelm do të heqë të gjitha problemet. Kupton? Nuk është një aftësi e vetme që do i heqë të gjitha problemet dhe ti e bën të njëjtën gjë për kaq shumë kohë që ta perfeksionosh. Ajo që çfarë ndodh zakonisht me aftësitë, me le të themi etimologjinë e aftësive dhe strukturën e aftësive, është se mbulojnë njëra tjetrën duke arritur në një pikë. Pra janë në sekuencë. Të duhet kjo që pastaj duhet kjo që pastaj duhet kjo. Mund të jetë vetëm një gjë aq specifike që ty të heqit, më thënë, të heqësh gjitha hallet. Pak të kështu e mendoj unë. Pastaj mund të kenë aftësi që ne as si imagjinojmë, që njerëzit duan aq shumë kohë vetëm për të perfeksionuar, aq komplekse janë. Por po ta marrësh të njëjtën aftësi, sepse këtu bëhet llaf për aftësi. Pra, shpenzimi i kohës për diçka që do të kthejë atë investim që ke bërë. Po. Mbase ka dhe në ato pikë, por unë e shoh më shumë si një drejtim kryesor ku ti merr risje me kohën tënde, me energjinë tënde, me lekët e tua. Merr risje dhe shikon kush bën, kush nuk bën më shumë nga ajo gjë, shikon mos ta bësh më shumë, më mirë, edhe diçka tjetër. Dhe ajo që kam parë unë, pra që njerëz që kanë bërë të njëjtën gjë gjatë gjithë kohës dhe nuk i vlen ato vite eksperiencë. Tash turpësh me thonë, por nuk të vlen, Dhe pjesë dhe gjëja më e guximshme që mund të bësh është ta pranosh që një pjesë e tyre nuk kanë vjetur, nuk të kanë vletur.
Dhe unë e pranoj për shembull që kam pas 2 vjet, 3 vjet në jetën time, kam punuar për një vend në Shqipëri, e kam përmendur edhe më përpara, që viti 4 dhe viti 5 ka qenë humbje kohe. Me thënë, kam bjetuar, kam bërë lekët, kam njohur njerëz, kam në network e këtej, por si aftësi ka qenë humbje kohe. Dhe është e rëndësishme ta kuptosh kur vjen atë pikë. Kupton çfarë dua të them? Domethënë, boll me justifikimin e vajta kaq shumë vite dhe kaq shumë tej, se si të justifikosh kohën që ke humbur. Një pjesë e kohës është e humbur dhe duhet kuptuar, dhe duhet pranuar, dhe duhet menduar, okay, çfarë më ka mësuar kjo humbje kohe? Ka të bëjë ndoshta ka të bëjë ajo ngjesim tek next step pra. Domethënë, nëse ti je i kënaqur me pikën ku ke arritur, edhe konsideron një farë ekuilibri dhe ti rri aty, bën po të njëjtin vit, edhe ja merr dorën proceseve që bën për ditë, ke rezultat, mund të jesh mirë në atë formë. Sepse ka njerëz që duke bërë po ato gjëra arrin po të njëjtin rezultat edhe vit për vit. Ai kur e ka të sigurt si thua atë outcome-in, atë rezultatin e financiar, për shembull. Të kësaj pune që ka bërë vit për vit. Ndoshta s'ka edhe pse ta prasin menin shumë, se njerëz nuk është se kanë atë mentalitetin e rritjes të gjithë. Nuk është çdo individ njerëzor i prirur për të parë që çfarë ka tjetër, çfarë ka më shumë. Okej, të gjithë duan më shumë. Gjithë duan sepse, sidomos me inflacionin, të gjithë duan më shumë. Po, në fund ditës aq është kapaciteti i tyre, domethënë edhe skill seti, edhe ajo thesi i tyre me aftësi, trasta e tyre me aftësi, arrit të mbushet deri një pikë dhe pastaj nuk mban më. Si e quajmë në Shqipëri bagazh. Quajmë bagazh. Bagazhi kaq mban. Se kam dëgjuar asnjë gjuhë tjetër të bagazhi. Do ta kem marrë nga italisht. Imagjinoni në anglisht. Do ta kem atë. Kam marrë trankun tim skillsete. Po jo, bëhet fjalë për bagazhin në kuptimin e se di pse e lidhën me makinën, bagazhi, la me këtë bagazh. Bëhet fjalë për valixhet, për trastat. Bagazhi i tij, valixhe. Kupton, është valixhet, gjërat që ai ka me vete që kërkuar me vete një tjetër. Baggages. Bagazhi i tij, U gjet nga ka ardhur se di mund gjithmonë ka bërë përshtypje se kjo punë e bagazhit makinës tash. Pas kam ditë unë gabim. Ndoshta mund ta kem unë gabim, kupton, nuk e vërtetojmë dot tash. Për moment. S'kemi as këtë pyetje. Muhabet është. Na shkruani në koment nga ka ardhur fjala bagazh. Na shkruani në koment njerëz. Fotoni po jo. Në këtë kontekst, edhe për çfarë bëhet fjalë. Edhe ky ekuilibri i realistikut mund të jetë një formë ekzistence shumë e kënaqshme për një pjesë të madhe profesionistësh, ndërkohë që ata të tjerët pastaj që nuk i zë veni që shumë dakord me ty tek pjesa e rehatit të vret komplet. Po mund ndoshta të vret, ndoshta nuk vret, varet se edhe ai stres. Ne kemi edhe si shprehje në Shqipëri. Çfarë bëhet rehat? Po ti rehat. Mos sa mirë. Shikoj, edhe nuk do të më gjyku se po të shohësh domethënë atë nivelin e vdekjeve të nga veni. Edhe në mosha të reja tani si pasojë stresit, si pasojë stresit edhe e kësaj ngarkesës madhe për më shumë, nuk është fort e shëndetshme. Po, jesh ekstremi tjetër. Por gjithsesi, edhe po të rish me i vend prap domethënë edhe ai lloj vdekje është. Kështu që varet fund ditës se çfarë. Ama i bën 10.000 orët. E gjithë ideja që i bën 10.000 orët, po dush. Bësh një të gjë. 10 vjet i bën 10.000 orë. Po. Bërë më shumë, se jeton 40 për javë, 52. Flasim 10, 2100. Po. Për 5 i bërë 10.000. Po vajte 10 vjet njëti në vend, bën njëtë një gjë, bën edhe 20.000 orë. Muhabeti unë se kam kuptuar kur të idenë që ai e vjedhur ai profesionit ose e marra aq shpejt ose e mbaruar aq shpejt ose
ke ideja që, filane ose filane janë shumë të mirë ka ajo që bëjnë, ose është më i miri, ose është lideri, si është ajo lideri në treg. Jo, nëse qyma shumë, ne qym shumë i shkathët. Po sa që dëgjoj shkathët, kjo e ka me të fut. Në konteksti i përvojës, dhe konteksti i marrjes së informacionit janë dy gjëra shumë të ndryshme, sepse ti ke marrë informacionin në shkollë ose duke lexuar ose nga një treg tjetër informacion. Ajo është teoria për shkak se ka teori, ka praktikë. Dhe ti do ta përshtasësh këtë në tregun tënd. Dhe ky tregu jon është një realitet krejt tjetër. Sidomos tani me këtë pastrimin e paras në kuptim në volumet e jashtëzakonshme në kuptimin më të thjeshtë fjalës e ka çoroditur komplet të nocionin e marketingut për market share ose për kaq lek që futet në Shqipëri. Për tu ta mendoj. Këtu ngec, po as nuk e mendon dot, as nuk e kemi ide. Edhe aty ngecin ato 10.000 orësh jot. Nuk e çat në atë pikë. Vërtet nuk e çat bësh. Kemi parë 10.000 orësh. Po. Kemi parë një nga se kur shikojmë këto materialet që fitojnë çmime në për festivalet ndryshme, marketingu, advertising e këto, e ti shikojnë që në treg ka një ngërç dhe futet kjo fushata e cila ndryshon në sjelljen e klientit, sjelljen e tregut. Futet një fushatë që godet që sjell një mesazh diçka edhe këta sipas të dhënave që sjelli, që çfarë rezultati ka pasur fushata, kanë fituar kaq % në rritjen e brandit në treg, kanë fituar kaq klient, është rritur kaq market share, pjesa e tregut që këta kanë, që këta zotrojnë. Do thonë ndodh diçka që lëviz diçka aty brenda. Në bazë të strategjisë marketingu. Dhe njerëzit janë të prirur që do thonë diçka që është interesante, diçka që është reklamuar mirë, si themi, do blihet e do shitet, është logjike. Ndërkohë që kam parë këtu fatkeqësisht disa raste edhe nga njerëz me cilët kam punuar, se tani kam frikë të them edhe klientë të mi që s'kan pasur rezultatet që ne shpresonin, që çfarë do lloj gjëje që bënin, çfarë do lloj vazhdojnë akoma se kësaj ditë, do thonë bjetojnë edhe ndoshta do e mbyllin ose do e shesin pas pak kohë atë aktivitetin që kanë, edhe nuk e çan dot tregun në botë, do thonë nuk ka asnjë lloj, si thuaç, logjike të mirë fillt që ti të marketosh mbi një logjik marketingu. Do të dalësh komplet nga konteksti i informacionit që ti ke, informacionet perëndimor të marketingut, dhe do të përdorësh për shembull kështu. Fjala vjen të lëvizësh me buxhete që ti nuk i ke. Do të thonë për të bërë këtë fuskot, për shembull për të bërë një reklam tek një nga këto emisionet në televizion, do të thënë, që as kompanitë të ndajnë nuk kanë. As kompanitë ndajnë nuk kanë ato para, do të thonë, sepse këto thonë gjithmonë që ne s'kemi lek. Mundohem të kuptoj edhe për shikuesit, ti po e hudh krahasimin e 10.000 orëve në çfarë janë përpjekjet e kompanisë, le të themi. Po. Përpjekja e kompanisë është koha e harxuar, orët që bën kompania në promovime, që një kompani mund të shkojë 10.000 orë duke bërë të njëjtën gjë në promovim, edhe mos ketë asnjë lloj mundësie jashtë një tregu të vogël. Bjellafi. Pa konkurrencë. Me konkurrencë. Pra duhet të jetë një gjë që mund ta bëjnë atë 10.000 orësh, ndaj nuk merr kuptim sepse konteksti është komplet i pa informal. Nuk kupton, domethënë konteksti i tregut, konteksti i tregut është komplet informal, sepse ti përballesh me buxhete të cilat nuk vijnë nga tregu. A kupton, domethënë se thua që ti lufton në një luftë. Ai vazhdon i hudh atyre gjërave që s'funksionojnë. Që ti nuk e di, po. Vazhdon i hedh dekaj, domethënë edhe ai biznesi tjetër vazhdon edhe është konkurrenti jot, pa qenë në vërtet konkurrenti jot. Domethënë kur ke shumë leka mrapa, nuk ka rëndësi 10.000 orë si shpenzon, mjafton ti bësh, i bën, vazhdon. Ti ul. I ka bërë tjetër kush 10.000 orë në një vend tjetër, pra të lekë. Po, i ka bërë fiks. Edhe tani e ka transferuar aftësinë tek
e ka transferuar aftësinë tek një biznes tjetër. E ka një biznes, edhe me atë njohuri i biznesi Ata e kanë një biznes. dinamik, Bëjnë dhe 2-3 kështu. një konglomerat. Dhe në atë moment përballesh me një të duket vetja kështu si i paaft, pastaj ato 10.000 orë të tua nuk pinë më ujë. Sepse s'ka treg që ti vlerësoj. Më thënë, për çaj janë këto aftësi që i ke ndërtuar. Po s'pati treg ti? Po, dhe pastaj bëhet lufta vetëm për kush ka më shumë lekë që ndërton thjesht një emër më të madh në treg për të justifikuar që shiko se ne kemi fituar kaq lekë sepse kemi emër më të madh. Po lekët që janë hedhur për këtë brand nuk kanë ardhur fare nga fitimet që ka pasur kompania sepse ka operuar në të treg. Nga votimet e njerëzve me lekun e tyre. Nga votimet e njerëzve. I ka marrë sepse ky 10.000 orë që i kompanisë ka ardhur nga një 10.000 orë tjetër. Aktivitet tjetër. Në rrugët e Një Europës. aktivitet tjetër. Gjergjo, me bëj qik praktike këte. E zëmë se dikush që na dëgjon ka vajtur gjithmonë si ajo bleta nga një drejtim 10.000 orësh në një drejtim tjetër. Është edhe ai grafiku i famshëm, i mëson një diçka të re, i hyp preshit, bie poshtë tek lugina e vdekjes që e quajnë dhe pastaj ndron, e thua, kam një ide më të mirë, që mos ti çosh këto 10.000 në njëjtin drejtim. Bie llafi. Për këta njerëz, kush mund të jetë hapi i parë i fillimit të mësimit le të themi të zhvillimit të një aftësie. Pra, kemi planin ton për zhvilluar aftësinë X. Ja, unë po shoh. Dhe duam të shpenzojmë këto 10.000. Si fillohet? Unë po shoh rastet konkrete të ka plot njerëz që kanë një zanat X edhe mendojnë që ose ka mbajtur ideja që shikose me social media management mund të fitoj një sasi lekësh. Është mirë punë e rahatshme etj. Që ka marrë juridikun. Po. Dhe ky juridiksi e ka i bagazh caktuar, domethënë e ka një informacion të thelluar në një tematikë. Në momentin që ti do të futesh marketingut, si do të transferosh këtë aftësinë që ke ti? Fiks. Ti do të transferosh duke u përpjekur të marketosh juridiksat e tjera. Pra do të qëndrosh brenda juridik. Po, do të qëndrosh brenda industrisë tënde. Dhe një nga pyetjet edhe një nga shtysat që japun këtyre njerëzve që duan të fillojnë freelancing në marketing dhe këto kurset e mentorshipit që po bëj, është që pyet çfarë hobi ke? Domethënë çfarë ke harxuar ti orë të tëra duke lexuar? Mund të jetë lloj gjërash, mund të jetë qendisje, mund të jetë ku mund të rrëmojmë për transferime. Ku mund të rrëmojmë mendon, domethënë, mendimi jot është ku mund të rrëmojmë nga gjëra të tjera që ke bërë që sepse këto koha që ose ti ke fol për Interin për shembull për 10.000 orë. Do thonë dhe ç'është e qëndron që ti ke një lloj, do të thuash vetë ti ke një hobi, ke një prirje tjetër përveç zanatit tënd. Shumë e rrallë në Shqipëri për shembull që ose te ne shqiptarët paktën po vaki dhe jashtë. Besoj rëndom ndodh që janë shumë të rrallë njerëzit që kanë ndjekur atë pasionin e tyre, atë hobin e tyre dhe kanë kthyer në profesion. Që të gjithë janë futur në bërë ose avokat, ose inxhinier, ose mësues, ose një thaj gjekulla. Me çka kanë parë? Rrallë domethënë do. Po, rrallë. Edhe në për Europë kam qenë vende të tjera. Po. Dhe çështja është tani ka atë momenti që ti këtë hobin tënd, këtë 10.000 orëshin që ke harxuar diku së bashku me të 10.000 orëshin tjetër të zanatit tënd, që planifikon. Mund t'i bësh bashk. Po, që planifikon, mund t'i bësh bashk. Do thënë hapi i parë është 6 mënyra si ti bësh bashkë këto të dyja. Dhe besoj që ka gjithmonë një mënyrë për t'i bërë bashkë këto. Përvojat e tua për të nxjerrë një sipërmarrje të tretë, le të themi, ose një diçka të tretë, një nga amalgama këtyre të dyjave. Ç'është e qëndron që sa besim ke ti ke vetja që do arrish ta gjesh këtë dhe në çfarë pike do arrish ta gjesh, sepse ndoshta edhe s'ke ta gjetë kur, nuk është të thënë që do të gjesh se s'bën. Po që ka diçka aty ka. Tash neve nisemi nga marketingu dhe nëse ti ke një përvojë të zëm ke punu inxhinier ndërtimi
10 vjet tani thu që ora jam lodhur duke i thënë këtyre ku ta vend tullën. Tani duhet merrem marketing. Atëherë ka ardhur momenti që ti të marketosh aftësitë tua, domethënë është prap që të mos ta humbasësh të. Dhe do rish të buprosh si të marketosh gjërat në përgjithësi, të mësosh të bësh marketing më sa mundesh. Tani mundësit janë. Okay, $10 janë kurset zakonisht. Unë më shumë e kisha idenë praktikisht si do investohen këto orë. Për shembull, unë orët e mia kur dua të mësoj diçka të re dhe dua ta bëjmë praktik, i investoj ca në teori, ca në praktik. Mënyra se si unë e praktikoj është thjesht duke vajtur te ropë duke thënë do ta bëj për ty falas. Po, kupton? Me vërtet. Sepse kështu ke pasaj edhe dikë që të ndjek në accountability, edhe i ke dhënë fjalën dhe do e bësh dhe do i shkosh nga mrapa, por në të njëjtën kohë ai person do të jap feedback, por mënyra se si unë e kam zgjidhur pjesën e informacionit, sepse nuk është se kemi kohë. Bjellafi, se jeni një pikë të jetës tënde, për shembull në pikën time, mësoj diçka të re, duhet mbasi heq të gjithë kohën që shpenzoj për mbijetesa, gojët e tjera që janë në shtëpi të gjitha. Pastaj kam kohën e lirë. Po kjo është shumë pak. Atëherë çfarë bëj? Gërmoj në kohën time ndërmjet ose në kohën ndërkohë që bëj diçka tjetër. Dhe atë e bëj nëpërmjet zërit. Dhe unë përdor audiolibra, podcaste dhe mbaj veten time në atë ritëm, sepse dua që t'i jap një lloj kjo habit, një lloj zakoni vetes. Dhe kur mënyrën që unë e bëj zakon atë gjë, pastaj nuk kam nevojë të shpenzoj më shumë energji për ta bërë. Ulet shpenzimi energjisë sepse ke bërë zakon, shkon në mënyrë automatike. Edhe në njëjtën kohë i fus vetes kohë ndërmjet, pra diçka që po e bëj diçka tjetër sipër. Dhe kështu i shtoj 24 orëshin tim. Por duhet me hequr turpin. Turpi është problemi kryesor. Hiqni turpin dhe filloni bëni për njerëz dhe normal që gjërat që do bëni ta shpifin. Ta shpifin. Kupton? Se këtu është puna. Por është vetëm një mënyrë për ta avancuar. Dhe më vonë do ta shpifin më pak, por për standarde të tjera do ta shpifin prapë, po aq. Dhe do të mësohesh me këtë gjë, që gjërat që do bësh do ta shpifin. Do të mësohesh, por duhet të kuptosh që duhet t'i bësh e të shtysh përpara, ndërkohë që asnjëri s'beson në ty. Dhe këto muhabete, mentori, jo njerëz dhe bravo e këtej, jam pralla me mbret këto. Nuk kemi pasur ne ato njerëz për hiq, se kam thënë edhe herë tjetër më duket në një epizod. Hiq Aleksandrin e Madh që ka pasur mentorin aty Pingul, 24 orë Aristotel. Ju tjerët ne të tjerë të vdekshmit do gryhem nga çfarë din të tjerë, pra do gryhem nga gabimet që kanë bërë njerëz tjerë, se unë të quaj të marrësh informacion. Të kuptoj gabimet që kanë bërë të tjerët dhe mundësisht të rregulloj atë që bëj vet pastaj me gabimet që kanë bërë të tjerët, se nuk mund të bëj 1 milion gabime në aq pak kohë sa kam me praktikën që do bëj. Do bëj gabimet e mia, por mundësisht mësoj nga të tjerët që mos bëj atë lloj gabimi. Këtu është e gjitha ideja. Që trial and error. Bën gabim son. Mundësisht dëgjon të tjerë ose lexon një gjë, merr vesh nga gabimet që kanë bërë ata të tjerët. Në këtë mënyrë është zhvilluar dhe në njerëzimi. Jemi këtu ku jemi për shkak të gabimeve që janë bërë në sekuencë në gjithë historinë e njerëzimit. Pra nuk kemi këtu se një ditë të bukur nga talenti i madh që kemi, na doli një ide pa parë. Dhe unë këtë e quaj. Pra këtë e quaj unë nga mënyra praktike. Unë kështu e kam hequr atë problemin e kohës që mund të shpenzoj për atë gjë, e kam bivendosur në mënyra me zë tani, me AI, ma përgjithson, me ma vut aty prap me zë e këto gjëra. Por kryesorja duhet të hequr turpi. Një njeri me turp nuk ka për të zhvilluar aftësia apo për të gjëra të avancoj. Jo, puna është një njeri me turp mund të mësoj aftësitë, po s'ka ku t'i tregoj pastaj. Po si për praktik si do avancosh? Më vjen keq tash. Se s'mund të rish vetëm duke parë video në YouTube. Patjetër. Zero to Hero. Ai është entertainment. 12 minuta. Si thot Formosi, do të nëse ti shikon, nëse ke harxuar kohë duke parë gjëra për të mësuar dhe pastaj nuk i ke vënë ato në punë, thjesht i argëtuar, nuk e qenë duke mësuar. Në momentin që ti i vën punë ato quhesh. Është prokrastinim faktikisht. Teknikisht, gjuha teknike është prokrastinim. Të bësh gjëra që nuk kanë impakt më. Që s'kan impakt më, është tamam thjesht rish harxhosh kohën. Po kjo mënyra e të mësuarit, do të thonë, ky aksesi me këtë informacionin ndaj gabimeve të tjerëve,
kurse shumë nga i 10.000 orëshi që do t'i kishe bërë ti gabimet vetë. Sepse 10.000 orëshi është dhe jep cilësi 10.000 orëshit. S'është thjesht 10.000 orë, janë 10.000 orë, cilësia kategoria 1, peshku më i mirë. Për të bërë 10.000 orëshi është për të bërë gjithë gabimet që të duhen për... Do të thënë, 10.000 orëshi është për të shmangur, është për të mësuar gabimet që ndodhin më shpesh dhe ti të shmangësh këto lloj gabimesh. Sepse do kesh gabime, do kesh situata që ti nuk e di domethënë si të veprosh, e ti nuk e di se do veprosh mirë apo do veprosh keq. E do vazhdosh të mësosh edhe mbas 10.000 orëshit. Po puna është ky 10.000 orësh në vetvete është që të arrish të mësosh gabimet më të zakonshme, domethënë gabimet që mund të ndodhin më shpesh në atë rutinën e zanatit tënd. Po kupton çfarë them? Jo. Jo, në marrë vesh që ti është sepse për shkak se ke bërë aq shumë volum, do mos se s'bën i ke hequr atë pjesë e gabime, pra ke arritur të paktën një standard base për shkak të volumit. Për shkak, po është njësoj sikur ta kapësh peshkun me dorë në një farë mënyrë, kur nuk ke një strategji në investimin e kohës. Kupton? Kur ke një strategji të mirë, është si me fut peshkun me dinamit, po kur s'ke, dhe i bën ato 10.000 kështu. Po sa dhe fare vetëm. Shiko, se edhe strategjia e shfrytëzimit të kohës do 10.000 orët e saj që ti t'jesh një strateg i mirë. Po prandaj bëjmë shkollën të mësojmë si të mësojmë. E vetëm gjë që kam mësuar në shkollë është se si të mos mësoj. Unë kam mësuar shumë si mësoj. Si mos në universitet. Nga ana tjetër. Po kemi bërë universitetet ndryshme. Te ky që kam bërë unë, s'po them. Po e marr. Po paralelizmi mes të mësuarit nga gabimet e tjerëve në një kohë më të shkurtër për të qenë gati për të bërë ti gabime, edhe mes përvojës të përditshme është një lloj kështu fërkimi, si thua, uji me vaj, kur i hedhën gjithë në vend. Janë ca përzierje. E hollon vajin. E hollon. Do të ishte vaj tërë ai. Sepse uji me vaj nuk përzihen, ka nevojë për një përbërës të tretë në këtë, në fizike dhe në shkencën farmaceutike dhe në shkencën kozmetike që quhen emulsionant këta. Edhe ky emulsionant i bën bashkimin po e bën këtë episodin ton kaq teknik më qeq. Teknik. Tash kjo është detyra ime, i fike fare. Po tash është gjë shumë kuriozet e bukur. Edhe këto mund të përzihen çfarë do lloj vaj mund të përzihen çfarë do lloj vaj me ujë. Edhe tani muhabeti qëndron që ti ke këto gabimet që kanë bërë të tjerët, ke këto gabimet që po bën vet, dhe ky emulsionanti është praktika. Pra të duhet vetëm praktika e përditshme. Ti mund të mësosh sa duhet. Në njëjtën kohë gabimet që kanë bërë të tjerët janë kaq, domethënë njerëz se duhet të jesh dikush që kupton. Ato tuja janë akoma shumë poshtë. Të duhet ky elementi i tretë që ti bësh bashk, edhe elementi i tretë është vërtet vetëm praktika. Çështja e turpit është problemi që në përgjithësi njerëzit kanë turp që të kërkojnë mundësi për punë, që t'ju japësh një mundësi. Janë të rrallë ata që thonë që e gjemojnë atë nga mbrapa, sepse edhe të kërkosh për punë që të ushtrohesh, të kërkosh projekte, të kërkosh mundësi, është një tjetër aftësi shitjeje. Pra du të bësh edhe në atë që t'ja marrësh dorën. Do të vazhdosh të kërkosh, sepse ti qëllon që i thua njërit, i thua tjetrit, edhe mbasi ke thënë dy vetave heq dorë. Ndërkohë që ti do të vazhdosh të bësh edhe këtë procesin tjetër që ti kërkosh njerëzve për të bërë punë, që të marrin, që ti të ushtrosh këtë aftësinë e re që po mëson, dizajn për shembull. Ti ke mbaruar për Unë i quaj këto aftësi bazë shitje që i mësojmë që të vegjël, që është kërkosh edhe mos të heqësh dorë, edhe aman, edhe në Shqipëri e quajmë të bësh morr. E sot mirë, okay, vetëm mos më të shanë me nderën plak. Edhe fiton projektin pastaj. Atë që ta bësh gjë falas për tjetër. Atë po flasim, gjën më të pa risk në treg. Ta bëj për ty. Dhe pastaj qëndron
tjetra që flasim gjithmonë për marketingun, ëh. Dhe pastaj që ndodh tjetra që në momentin që ti kërkon të bësh një projekt për dikë falas, nuk është aq falas se ai tjetri ka një risk për vete që merr përsipër në momentin që të punson ty për të bërë këtë punën. Prandaj duhet me uli çik ato. Pritshmëritë se s'do bësh falas për Google-in sa e fillon. Po, dhe tjetër për shkak se ti mund të bësh nëse ai tjetër se ka berin fare marketing, për shembull, s'është marrë kurrë në marketing, edhe kret papritur si do të merret, po merret ky klient jot, po merr vendimin që po provoj të bëj dhe unë social media për shembull. Me që kam të gjithë, po mua s'm del koha për ta bërë vetë dhe po ja jap këtij personit tjetër. Pastaj bëhet fjalë për imazhin, për atë ti s'mund nxjerrësh futja kod postime, pastaj s'ka lidhje me këtë personi vetvetes. Do thonë, i thot fisi që çka ke nxjerr Facebook për shembull. Jo se ka marrë Elsin për shembull që më bën të postime. Po Elsi çka ka bërë? Po ja, Elsi ka marrë juridikun, po ja tani do më mësu dorën për marketing. Këtu jemi prapë te 1000 orë të para, ëh? 1000 orë të para. Po si ke 500 fare. Te 500 qa, okej. Shumë. Se një mish i pod me 4 shifra, pastaj sikur merri çik si rezultat. Si ata kinezët, një rrugë me 10.000 orë janë 500 orë të para. Hapi pa. To 500 orë të para janë gjë më rëndësishme, kuptohet, sepse ti nga që ne jemi qenie njerëzore, jemi mbretër të prokrastinimit, kur duan të bëjmë diçka e lejmë për nesër, e për pas nesër, po jo si jam gati, po jo kjo, po jo duhet bëj këto. Ai prokrastinimi më i mirë dhe më popullor është do bëj diçka tjetër, që unë mendoj që është më produktive se këtë. Kupton? Si me heq me pak impakt këtë që ka impakt, ti e di që ka impakt, po nuk do ta bësh, ke frikë. Kupton? Fillim do e fillosh kështu, pastaj është ai turpi që të bësh për tjerët, që ta shpifin gjërat që bën këtej. Ajo është është ajo që shkon si për i shkon preshit. Preshit i shkon kur je vetëm kështu, teori. Kur s'ke bërë akoma. Kupton? Edhe je në për rrjete sociale dhe shan tjerët, kupton, kupton? Top plastikut shko banane. Kur s'e akoma si e futur, kupton? Edhe preshit e fillon thu, unë Amerikë, në NASA, në këte, unë s'du vetë, po doja unë, e hypni, pasaj, pije pikjat, sa po fillon të bësh qëra plak, të hedhësh qëra për njerëzit, aty fillon pikjata. Për ne që i kemi mësuar, sepse kemi bërë gjërat ndryshme në jetë, ne pikjatën e marim kështu, krah hapur, hidhemi kështu, turtë sipër, të ajo malet ruse. Kupton? Ne e dim shumë mirë, biles e presim shansa më shpejt. Të bim nga preshi. E në dim ne edhe si hypim preshi shoku jo. Kupton? Kur mëson gjëra ndryshme për herë. Dhe bie kështu mirë. Reat. Po njerëz të tjerë që nuk kanë shumë eksperiencë në këtë gjë, nuk e kanë provuar dhe fillon ajo lugina e vdekjes, ku shumica heq dorë. Kupton? Sepse kanë rënë pikjat dhe kanë marrë vesh që kjo s'është asgjë. Kjo është sa e ke filluar, edhe me 500 orë. Duket 500 orë u bëra ekspert, futesh edhe thua unë ekspert i filan, i ajt. Sa e ke filluar plak. A kupton? E mira është që të gjithë sa e kanë filluar, po. Sa e ke filluar? Dhe bie kështu, dhe ne që jemi mësuar, jemi kështu. Parasysh ne knaqemi me këtë malet ruse, tjere e kapin shumë keq, shumë emocionalisht, do thë, është punë psikologjike, emocionale, kupton çfarë them? Dhe heqin dorë dhe bëjnë diçka tjetër, sepse kjo gjë ka për tet se unë tash që bëra 300 orë ose 400 orë, duket që nuk e kanë fajin, e kanë të tjerë. Është tregu që nuk më bën. Është të tjerët që kanë inat, është klienti që se kupton çfarë duhet bëj. Edhe hidhen fajet në vende të tjera, edhe devijohet gjë tjetër. Këtë doja të thoja, pra, këto 500 orë të para janë shumë të rëndësishme. Se këtu është me bo film me 500 orë të para. Ajo, malet ruse emocionale.
fy presh, ne, unë, eksperti. Kupton çfarë do të them? Por ai që është se edhe libri e përmend që do të kesh një lloj IQ të mirë, por edhe eksperiencë dhe IQ bën me përzime. Tip Kaçorreli. Është ajo që them unë, që ti e pret visam shpejt. I bën gjërat shpejt, i hedh gjërat, turpërohesh shumë shpejt që tecësh. Kupton? Hec, s'ka problem, lugin e vdekjes, po më du marrit sa më shpejt aty që pa nga pak marr vesh unë bëj gjëra, edhe kështu kalohen ato 500 orët e para. Sepse duhet guxim që ti ta ndjekësh atë gjë mas 500 orëve të para, se 500 orët e para është kur sak vjen te lugin e vdekjes. Sa ke rënë nga preshi. Janë 500 orët e para. Domethënë, ke rënë pikjat nga gjërat që mendoj që i dje isha ekspert, se ke filluar të bësh. Kupton, dhe të kuptosh që teori, praktika është praktikë. Por pastaj duhet ndjekur ajo, kupton? Dhe këto 500 orët e para janë kur bëhen gjitha filmat dhe pastaj çfarë se po e bëj llogaritë. 9500 orët e tjera është puna që nuk të shikon njeri, që nuk ta njeh njeri, që nuk shkon nëpër filma, që kalon atë kohën e titrave, që nuk ka asnjë lloj emocioni aq të madh edhe kaq dinamike këtej. Dhe në fund, mas 10 mishës, më e marrim kështu hipotetike, por shumë orëve që ke bërë natën e qasje, që njerëzit tonin ti e budalla, po çfarë bën atë gjë, ti s'merr vesh, ata ta shpifin gjërat që bën atje, në gjithë këtyre gjërave. Hop, është një kështu. Njerëzit e quajnë një overnight success. Njerëzit marrin vesh për ty, kupton? Njerëzit tonë, ai që thoshte, njerëzit, po s'bën ti më shlak, ti do të bësh këtë, se të thonë, kupton? Prandaj janë njerëz, populli thotë gjithmonë, duhet ta kishe bërë kështu. Populli asnjëherë se merr atë rrugë, po për sugjerime, spektakël. Dhe mbasi kalon ato, populli thotë këto, pastaj kur shef thotë, atë Elsine, unë kam pas ditë për herë që i ka pas bërë gjona të mëdha. Të njëjtët persona. Dhe këtu është pjesa emocionale dhe këtej që duhet t'jesh qelik nga emocionet dhe nga se truni që e vogël është themi në Shqipëri. Ashtu kalohen ato dhe shkon te 10.000 në një drejtim në mënyrë strategjike të ndjekësh planin. Kupton? Do të parë si kjo është pjesa. Si të ta them, është e gjitha, ti e kupton, 500 dhe 9500 është e gjitha në errësirë. Është e gjitha, duhet ta ndajnë që nëse ti futesh diçka sot të re, edhe pse nuk shkon në shkollë, ndoshta për ta bërë atë, shkon në një proces shkollimi. Dhe ta konsiderosh që për shembull, nëse në shkollë duhet të shkoj 4 vjet për të mbaruar punë, edhe këtu do më duhet të shkoj të paktën 4 vjet për të mbaruar punë dhe për të qenë gati që të më marrin. Edhe do ti duhet vazhdosh. Kjo është që duhet ndajnë në mendjen e tyre, po disiplina është nuk është se kanë të gjithë fatkeqësisht. Pra nëse ti të duhet të bësh të 10 orët dhe mos ndalosh ke 500 që duhet ta konsiderosh e shiko se të më pëlqen, po u dashka bo ky muhabet, sepse në fund fare, ashtu siç kur mbarova shkollën që u çlirova, u kënaqa, u ndjeva i plotësuar, thash me vete ç'a arriti, njëta gjë do ndodhi edhe me mësimin e kësaj tjetrës. Ajo që do thosha unë për ta mbyllur fare të gjithë këtë diskutimin e 10.000 orësh është që po të llogarisësh tamam fare, janë 20.000 orë, sepse janë 10.000 orë që do punosh do investosh tek aftësia jote e re dhe 10.000 orë që ti do prokrastinosh paralelisht. Më mirë ato i shojmë në kutinë e qefit për t'i bërë rikarikim baterisë. Po, për të bërë rikarikim baterisë. Sepse nuk dalim dot në mes të natës të shtunën dhe tjetrin orën 4 mëngjesit të dielën, sepse na shkarikohen bateritë në fundjavë. Si do punojmë të hënën? Kupton? Është një
erdhi e premtja. Erdhi e premtja, kaloshi mirë, fund javën, nami, si, do karikojmë në plazh, apo këtu një në Florida, karikojmë në plazh. Te pastaj kur vjen e hëna, oh my god, erdhi e hëna, sot. Do të desim një proces pune që kemi 10 vjetë që i bëjmë për sot. 3-4 kafe, erdhi e hëna. U knaqa aq shumë në fund javë, aq shumë. Këto 10 që është e mirë që mos të kene edhe këtë ndërprerje, po shiko, për mos temi se si jemi në mostrat e produktivitetit, e leshta që mundohemi që të shtymë. Këto duhet ketë një lloj frekuence, edhe kjo frekuencia duhet mbahet, mundësisht që ose mban një gjë shumë të vogël për ditë, edhe më mirë. Kështu, në shife, dolet bëre pushime 2-3 ditore në Barcelona nga Shqipëria, në qife i qik në një orar gjysmëror shektej, këtë gjë sepse frekuenca ndihmon në zakon. Ndihmon shumë në zakon. Dhe nëse bëhet zakon pasaj është, në të niveli i energjisë që duhet për të bërë një të gjë, shkon 1/10, bie dramatikisht. Pra, po thua zakon për zakon për të ushtruar, për të investuar ato në një drejtim. Sa ato orë shiko, pjesa e orëve, ne mund të bëjmë 2-3 podcaste, aq shumë kam lexuar për orët e për investimin e orëve, sa është një libër biles. Më i mirë që ka shkruar për këtë gjë është faktikisht ai Bitcoinit, Saif Eddin-Amous në Principle of Economics, dhe e ke lexuar atë Principle of Economics? Ka një pjesë, ka një pjesë, një pjesë vetëm për se si ai e shpjegon që vlera më e rëndësishme është orët. Dhe çdo gjë tjetër e shpjegon me orët e harxuara për dalë ajo gjë. Minerale, këtej orët e studime që doli ajo që pasaj u fut dhe u bë energji. Tonë që pëthem. Edhe bëjmë 2-3 podcaste, po ato orë do shpenzohen. Pra, pjesa e kohës tonë është gjëja më e çuditshme që kemi ne në këtë botë, sepse shkon gjithmonë përpara. Pra, ato do shpenzohen, nuk se lekët e mban në xhep, edhe nuk e shpenzon. Ta han inflacioni, po jo dhe aq keq. Kurse orët janë, ato do shpenzohen. Nuk ke çati bësh. Pra, nëse ti më na dëgjon për herë të parë dhe s'ke dëgjuar asnjëherë për planifikimin e kohës, lej të gjitha, hiqe këtë podcast, shiko, fillo direkte se si të planifikosh kohën. Lëri planifikimin e lekëve, lëri planifikimin e femrave në fundjavë, lej të gjitha. Fill që e parë. Pra, nëse je 16 vjeç që na shikon këtë podcast, hiqi të gjitha dhe fillo planifikimin e kohës. Asnjë gjë tjetër nuk ka më shumë rëndësi. Asnjë gjë tjetër nuk ka më shumë rëndësi. Planifiko kohën dhe pastaj çdo gjë tjetër do futet brenda tek ai planifikim. Asnjë gjë tjetër, 2-3 epizode. Kështu, 2-3. Se s'bën. Të thjeshta për mua, 2-3 epizode vetëm për orë, vetëm për kohën, si qysh tek, si formohet zakoni këto gjëra. 2-3 epizode, shumë thjesht. E në kjo është pra. Gjitha shkon për rreth kohës edhe si planifikohet, dhe kjo është pjesë pasaj 10.000 orë. Super ishte. Super mbyllje. Faleminderit. Nuk naqe shumë. Se di pse. Kur më thënë, ky mund të jetë epizodi që kemi folur më pak për marketingun e për promovimin, dhe unë jam kënaq shumë. Po mi, do të thonë do tani po aplikojmë atë 10.000 orë që ata të tjerë në gjëra të tjera. Jo, mund të bëhet dy kanale podcast. Një për muhabete të tjera, investime, leku, orësh, energjie. Jo. Me vërtet, sikur bëjmë podcast vetëm për investim leku, kohë dhe si energjie, se si të marrësh mirë pra. Palestra gjëra, kupton, që të kesh energji, që duhet cilësi e fokusit. Mund të jetë, por nuk jam një podcast me vete. Ma besoj që unë jam personi i fundit në botë që duhet të flasësh për menaxhim kohë. I fundit. Çana qeti ne. Jam shumë. Mirë që e the në fund të episodit, që vetëm ata që do të presësh. Vetëm atë hiqe këtë xhirim edhe fillo planifiko, hiqe këtë xhirim. Lere këtu, mbaron kjo këtu. Hiqi të gjitha gjërat që do për sot, vetëm fillo si të planifikosh e vetëm filloja si zakon. Sot, nesër pas nesër. Bëj një time block, po kështu, gjën më të thjeshtë që mund të bësh.
time blog vetëm punë. Bëj diçka sa me hudh topi. E keqja është që nga i përfshirë në dy aktivitete që nuk i parashikon dot atë nevojën që ka për pranin time dhe për inputin tim në ato aktivitete. Dhe duke se nuk e parashikoj dot këtë, nuk arrit të planifikoj asgjë tjetër, sepse në momentin që mund të duhem, më duhet lë çdo gjë tjetër. Do e kesh të vështirë me 10.000 orët. Shoh që do e kesh vështirë me 10.000 orët. Do kalosh 10.000 orë të tjera të justifikosh këtë shpenzimin në anë tjera. Si transferojnë këto gjëra, se ne jemi bërë të zgjuar, si të justifikojnë transferimin e këtyre. Kam parë ca intervista që justifikoheshe kamarier lëku me UX design, user research për se si e bëri kalimin e këtyre kohës që kishte harxuar në kamarier lëk. Ishe o motra, si më ta thonë, nuk ka transferim nga kamarier lëku në UX design, nuk ekziston. Domethënë do ndodhte gjithsesi, le të themi. Qofse ato gjëra që ke para aty mu transferuar në UX design, do ndodhte gjithsesi, janë gjëra të tjera që duhen prandaj. Nuk ka transferim, mbien keq. Pra, më thënë, ishte një intervistë me llafin që si justifikojmë orët e tjera jashtë drejtimit për 10.000 orë. Më thënë, mjafton të keni guxim. Ta thonë, nuk është problem. Kam marrë kohën. Çaja? Kohën. E bëjmë gjithë. Edhe me gjithë e muhabet për kohën edhe për investimin e 10.000 orëve, e mbyllim këtë podcast fjalët e fundit nga ty Gjergj në një premtim që të planifikosh më mirë. Duan 20.000, të thash, unë mbylla që tek 20.000 orësh. Duan 20.000 orë, 10.000 punosh, 10.000 prokrastinosh. Duan më shumë. Edhe këto 10.000 që do prokrastinojmë me shpresën që këtë informacioni që kanë grumbulluar tek 10.000 orësh tjetër do t'i transferojë disi tek ajo që po bëj edhe të paktën 1.000 orë në mendime të thella si ti transferoje. 21 domethënë. Unë po e mbyll me të falenderoj të gjithë ata që vinë edhe ndjekin epizod me epizod, edhe pash ato të dhënat janë shumë Gjergj. Kupton? Vinë epizod me epizod dhe ju falenderoj shumë që na ndiqni. Inshallah për hajër gjitha gjërat që ju themi, edhe si për herë 2 këshilla 300 pare, po u bën më shumë se 300, nuk ka problem. Mund t'i ndaj me komision, nuk është ndonjë problem. Ciao.